Ish-ministri jashtëm, njëherit edhe nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani, ka dhënë alarmin për përfaqësimin e drejt në punësime në Maqedoninë e Veriut. Nga të dhëna që ka publikuar Osmani, shihet se punësimet e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut janë barazuar me 0. Në çdo institucion, mbi 99% punësohen Maqedonas dhe 1% shqiptar. Madje diku 100% Maqedonas, asnjë shqiptar. Shikoni këto numra tronditës, të nxjerra vetëm nga reagimet e BDI-s këtë javë. Enti statistikave 11-0. Arkivi Shtetëror i Maqedonisë së Veriut 14-0. Drejtoria e të ardhurave 41-1. Regjistri qendror 8-0. Ministria e Kulturës 12-1. CMV Strug 23-0. Spilje Dibër 8-0. Osmani tha se këto 0 janë shqiptarët të avancuar apo të punësuar në këto institucione gjatë këtyre ditëve dhe se këto nuk janë vetëm numra. Ky është reflektimi një përjashtimi të paprecedent të një populli të tërë nga institucionet e shtetit, ka shkruar Osmani. Pas heqjes së balancuesit, punësimi dhe avancimi i shqiptarëve është ulur dukshëm, ndërsa ligji i ri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka mbetur labirintheve të institucioneve. Krerët e Vleniq shpeshherë kanë deklaruar se ligji së shpejti do të jetë gati.